Nga 1 nëntori, taksit elektrike do të paguajnë më shtrenjtë çmimin e energjisë që përdorin për karikimin e mjetit. Sipas vendimit të entit rregullator të energjisë, nga 14 lek për kilovator, çmimi i ri në stacionet e karikimit me fuqi të instaluar mbi 11 kilovator do të jetë 22 lek për kilovator. Në orët e pikut, që janë ato të darkës, kur konsumi i energjisë është më i lartë, çmimi do të paguhet edhe më shtrenjtë. Çmimi duhet të ishte konsultuar me grupet e interesit dhe moskolcimi me grupet e interesit ka përbën edhe shkelje ligjore. E ka detyrim ligjor të konsultohet me grupet, jo ta bëjë si shton grupet e interesit, por konsultohet, nuk është konsultuar asnjëherë. Ngushtohet të ardhurat e taksistave, sepse çmimet për bilet të shërbimit taksi nuk shtohen. Ato janë atribute vetëm të Këshillit Bashkiak. Çdo tentativë se çojmë kaq ama aq është abuzues. Ekspertët nga ana tjetër thonë se rishikimi i çmimit ishte i nevojshëm. Është domosdoshmëri që çmimi i energjisë elektrike për flotën kryesisht të taksive elektrike në vendin tonë të ndryshojë, sepse nuk është normale që një kompani taksisht të pagojë çmimin e energjisë elektrike me të njëjtin çmim që paguan një familje shqiptare që paguan energjinë për gatim, për ngrohje të gjitha me radhë, sepse çmimi aktual që kanë paguar deri tani gjithë këto vite ka qenë rreth 14 lek kilovatori. Pse jo këto të shikojnë dhe forma alternative të sigurimit të energjisë elektrike nga fotovoltaikët. Pra në kompanitë e tyre le të vendosin panele fotovoltaike që ta gjenerojnë vetë energjinë elektrike. Sipas entit rregullator të energjisë, gjatë vitit 2025 ka pasur një rritje të konsiderueshme të konsumit të energjisë për karikim.